Ekziston një lloj dhimbjeje që nuk shprehet me fjalë. Ekziston një lloj dashurie që nuk mësohet në asnjë shkollë, nuk përshkruhet në asnjë libër dhe nuk kuptohet plotësisht derisa ta shohësh me sytë e tu, ose derisa ta ndjejë zemra jote deri në palc. Kjo është historia e dritës dhe lirisë. Është historia një nëne që dha gjithçka kishte, trupin e saj, shpirtin e saj, frymën e fundit forcës, për të sjellë në jetë një foshnjë të vogël, mes zhurnës së bombave, mes të ftohtit malit, mes errësirës dhe frikës. Nëse ke ndjenjë, nëse ke zemër, nëse njeh kuptimin e fjalës nën, kjo histori do të prekë thellë. Para se të fillojmë, do doja të dija, ju që jeni duke shikuar tani, a keni dikën në jetën tuaj që ka bërë sakrificë të madhe për ju? Shkruajeni në komente, ndajeni me ne, sepse disa histori duhen dëgjuar, duhen ndarë, duhen mbajtur gjallë. Dhe tani, le të fillojmë. Kishte një kohë kur drita jetonte në një shtëpi të vogël me mure të bardha dhe dritare që shikonin nga një obor me lule. Shtëpia nuk ishte e madhe, nuk ishte luksoze, por kishte atë diçka që vetëm vendet e dashura kanë. Kishte erën e bukës së nxehtë në mëngjes, kishte zërin e burrit të saj duke kënduar ndonjë këngë të vjetër, kishte ngrohtësinë e një familjeje që beson se nesërmja do të jetë më e mirë se sot. Kishte shpresë, kishte jetë. Drita ishte e gratë e atyre anëve, e lindur nga toka, e rritur me smalesh, e mësuar që herët se jeta nuk është gjithmonë e butë, por është gjithmonë e vlefshme. Kishte flokë të errta si nata dhe sy të gjelbër si lisa e malit, sy që, kur qeshnin, e ndriçon të gjithë dhoma, dhe kur pikloheshin, e rëndonin gjithë ajrin për rreth. Ishte 28 vjeç kur bota e saj filloi të shembej, jo ngadalë, jo me paralajmërim, por me gjithë brutësinë e papritur të fatit. Shtatzania e saj kishte filluar në pranverë, atë pranverë kur lulet kishin lulëzuar pak më vonë se zakonisht, si nëse natyra vetë kishte diçka të keqe parasysh dhe donte ta vononte gëzimin. Barku i saj po rritej dal ngadalë, dhe me çdo ditë që kalonte, dashuria e saj për fëmijën e palindur rritej edhe ajo, pavarësisht tensionit që tashmë ishte bërë pjesë e ajrit, i dukshëm, i dëgjueshëm, i ndjeshëm si shija e metalit në gojë para stuhisë. Burri i saj, Agimi, punonte tokën. Ishte njeri i qetë, me duar të forta dhe zemër të ngrohtë. Çdo mbrëmje kthehej nga fusha, i lodhur por i lumtur, dhe i vinte dorën dritës mbi bark, duke buzëqeshur si dikush që e njeh sekretin më të bukur të botës. Do të jetë vajzë, thoshte ai, e di, do ta quajmë Liri. Drita qeshte dhe i thoshte se nuk duhet vendosnin ende. Por herët, para se dielli të ngrihej, erdhi zëri i parë i bumbullimes nga larg, por jo bumbullimat e qiellit. Ishte ajo lloj zhurme që nuk ngjet nga natyra, ajo lloj tronditjeje që vjen nga dora e njeriut kur njeriu vendos të shkatrojë atë që ka ndërtuar. Drita u zgjua nga gjumi, duke ndjer tokën të dridhet lehtë në shprat, si valë sismike e vogël, dhe e diti menjëherë, pa pasur nevojë të pyeste, pa pasur nevojë të dilte jashtë të shihte, e diti se ajo që kishin frikë të gjithë, kishte filluar. Agimi u ngrit shpejt, nuk foli shumë. Agimi nuk ishte njëri i fjalëve shumë kur situatat bëheshin serioze, bënte vepra. Kapte çantën e vogël që kishin mbajtur gjithmonë gati pranë derës, sepse me gjithë optimizmin e tyre, të dy e dinin se duhet të ishin gati. E ndihmoi dritën të ngrihej, i vuri dorën mbi supe me atë forcë të qetë që është e burrave që nuk dorëzohen, dhe i tha diçka të shkurtër, diçka që i dha zemër pa i premtuar gjëra që nuk mund t'i mbante. Ajo e shikoi, ai e shikoi. Në atë shikim, kaloi çdo gjë që dy njerëz mund t'i thonë njëri tjetrit pa fjalë. Dolën nga shtëpia, pa kthyer kokën, sepse nëse ktheheshin, mund të mos kishin forcë të vazhdonin. Rrugët tashmë ishin plot njerëz, familje të tëra me fëmijë të vogël në krah, pleq që ecnin me vështirësi por me kokën lart, gra shtatzëna si drita, të rinë me fytyra të çmendura nga frika dhe vendosmëria njëkohësisht. Ishte lumi i njerëzimit, ai lumi trisht dhe madhështor njëkohësisht, ai lum që formohet kur njeriu nuk ka zgjidhje tjetër veç të lëviz, veç të shpëtoj, veç të mbijetoj. Drita mbajti dorën e Agimit fort. Barku i saj ishte i rënd, fëmia brenda ishte rritur shumë dhe lëvizjet e saj ishin bërë komode dhe të ngadalta si lëvizjet e detit të qetë. Por nuk kishte kohë për ngadalësi, nuk kishte kohë për komoditet, kishte vetëm rrugën përpara dhe zhurmën e bumbullimave prapa. Shkonin drejt malit.
Kushdo me kokë të shëndosh e dinte se malet ishin mbrojtja e vetme, ato malet të larta dhe të thella që kishin ruajtur shqiptarët prej shekujsh, që kishin fshehur gurilat dhe familjet, që kishin mbajtur të gjallë gjuhën dhe shpirtin kur çdo gjë tjetër kërcënohej. Malet e Berishës, emri tingëllon. Klithjet e fëmijëve të vegjël që nuk kuptonin ku po shkonin, hundimat e të moshuarve që kërkonin frym, pllakosen e tokës nën këmbët e mira njerëzve. Imagjino të ftohtën, ajo lloj ftohjeje e malit që nuk ndalon tek lëkura por hyn direkt në kocka, që bën dhimbje edhe ku nuk ke lëndim. Dhe imagjino dritën mes gjithë kësaj, me barkun e saj të madh, me foshnjën brenda saj, me zemrën e saj të ndarë mes frikës për të tashmen dhe dashurisë për të ardhmen. Ajo nuk qau atë natë. Qaja do t'ishte e lehtë. Drita bëri diçka më të vështirë, mbeti e fortë, e qetë, e vendosur. Kur gruaja pranë saj shpërtheu në lot pas humbjes të gjërave materiale të lëna pas, drita i mbajti dorën. Kur plaku prapa tyre ngeli pas, agimi u kthye ta ndihmonte dhe drita priti pa u ankuar. Kur fëmia i vogël pranë tyre filloi të qante, drita e mori në krah për disa minuta, edhe pse grupi i saj vet kishte nevojë për të. Kjo ishte drita, jo heroizmi i zakonshëm i luftës, jo luftëtari me armë, jo komandanti me plane, por ajo lloj heroizmi i heshtur dhe i brendshëm. Ai heroizmi vlerësohet vetëm vite më vonë, kur dikush kthehet mbrapa dhe thot, si e duroi gjithatë, sepse drita duroi gjithçka. Malet e Berishës janë të larta dhe të vjetra. Ata male që kanë parë gjëra që ne njerëzit e thjesht nuk i dim. Kanë parë gjak të derdhur dhe lot të rrjedhur dhe lutje të bëra në hënën e plot. Kanë parë brez pas brezi njerëzish që janë strehuar në to si bëjnë kafshët kur ndjejnë rrezikun, instinktivisht, natyrshëm, me atë bestim primitiv se toka do t'i mbrojë. Dhe ato male kanë dhënë streh, jo shtëpi, jo ngrohtësi, jo siguri absolute, por hapësirë për të mbijetuar, për të fshehur, për të mbajtur frymën. Drita arriti në mal pas 2 ditësh ecje, 2 ditë që i dukeshin si 2 vjet. Kur pa shpatin e parë të pjerrët të malit para saj, ndjeng diçka paradoksale, lehtësi dhe frikë njëkohësisht. Lehtësi sepse kishte arritur, sepse kishte mbijetuar rrugën, sepse ishte larg bumbullimave. Frikë sepse kuptoi tani plotësisht se ku ndodhej, jo në shtëpinë e saj të ngrohtë, jo në fshatin e saj të njohur, por në mes të një mali të huaj dhe të ftohtë, shtatzën 9 muaj, pa mjek, pa spital, pa asnjë nga gjërat e civilizimit që bëjnë të mundur lindjen e sigurt të një fëmije. Grupi i tyre kishte rreth 50 veta, familje të ndryshme nga fshatrat e ndryshme, të bashkuara nga fati i zi dhe nga instinkti i mbijetesës. Ishin fëmijë të vegjël dhe të rritur, pleq dhe të rinj, gratë shtatzëna si drita dhe burra me shikime të mpirë. Kishin sjell me vete ç'kishin mundur të merrnin në nxitim, pa ushqim, pa veshje, ndonjë batanie, objekte të vogla që kishin rëndësi për arsye sentimentale. Kishte gra që kishin marrë vetëm pasaportën e fëmijës. Kishte burra që kishin marrë vetëm armët. Kishte fëmijë që kishin marrë lodra, sepse kush mund të thoshte atyre ndryshe. Ditët e para në mal ndoqën njëra tjetrën si vëllezrit binjak të mjerimit, të njëjta dhe të njëjta. Dhe megjithatë, çdo ditë me sfidën e vet, me dhimbjen e vet, me provat e saj. Mëngjeset fillonin me të ftohtën, jo ngjallja e këndshme nga gjumi, për zgjidhja e dhunshme nga mpirja, me kockat që klithnin nga ftohja e natës dhe frymën që dilte si tym i bardh në ajrin e paganit. Kishte ditë kur temperatura zbriti aq poshtë, sa që uji i mbajtur natën ngrihej gjerë në mëngjes. Kishte net, kur fëmijët e vegjël qanin nga të ftohtit pa pushim dhe asnjë nën nuk kishte mjaftueshëm ngrohtësi trupi për t'i qetësuar. Ushqimi ishte problemi i parë dhe i vazhdueshëm. Kishin sjell pak me vete, por pak nuk mjafton shumë njerëzve për shumë kohë. Burrat e grupit dalnin her pas here të kërkonin ushqim. Kryerjen e gjahut kur mund, gjetjen e pemëve dhe bimëve të ngrënshme, kthimin her pas here poshtë në fshatrat e braktisura për të marrë ç'kishte mbetur. Drita hante pak, jo sepse nuk kishte uri, por sepse e ndante atë që kishte me fëmijët e vegjël pranë saj. Agimi e zinte duke e bërë këtë, dhe habehej dhe hidhërohej njëkohësisht, por drita i thoshte me qetësi se fëmia brenda saj i merrte ç'i duhej nga trupi i saj, dhe fëmijët e tjerë jashtë trupit të tyre nevojiteshin po aq. Si mund t'i kundërshtohej kësaj? Por medikisht, ky nuk ishte i drejtë. Medikisht, gruaja shtatzën ka nevojë të veçantë për ushqim dhe vitamina dhe minerale. Medikisht, drita po privohej nga gjëra thelbësore,
Por ky mal nuk njihte medikamente. Ky mal nuk njihte të drejtat e pacientes. Njihte vetëm ligjin e mbijetesës. Dhimbja e krahërorit dhe mesit të dritës u bë e vazhdueshme, jo dhimbja akute si prerja, por ajo dhimbja e thellë, e murrme, e lodhjes dhe e kolapsit gradual të trupit. Flinte pak, pylli i natës ishte plot me zhurma të frikshme dhe mendja e saj nuk lejohej kur të relaksohej plotësisht, sepse kishte nevojë të ishte gati, gjithmonë gati për çdo gjë. Shtatzania e avancuar e bënte çdo pozicion të inkomod, çdo lëvizje të vështirë. Fëmia brenda saj lëvizte shumë, si dhe vetë dukej se ndjente gjithë energjinë kaotike të jashtme dhe reagonte ndaj saj. Drita i vinte dorën mbi bark kur fëmia lëvizte dhe qëndronte kështu disa minuta, duke e ndjerë atë puls të vogël të jetës, duke e ndjerë atë komunikim të heshtur mes nënës dhe fëmijës. Ata ishin dy trupat e bashkuar, dy shpirtrat e lidhur dhe asgjë nga jashtë, as lufta, as të ftohtit, as uria, as frika nuk mund ta priste atë lidhje. Ngrohtësia e çdo njeriu duke u ndarë me tjetrin ishte e veprim primitiv, por njerëzor. Ky instinkt për të mbajtur të njëri tjetrin ngrohtë. Drita gjendej zakonisht në qendër të këtyre gruzheve njerëzore, si me tërheqje gravitacionale. Njerëzit e vinin pranë saj, ndoshta sepse prania e saj e qetë kishte diçka qetësuese. Ndoshta sepse barku i saj i madh u kujtonte të gjithëve se kishte edhe jetë, kishte edhe ardhme, kishte edhe shpresë pas kësaj errësire. Fëmijët veçanërisht preferonin të rrinin pranë saj, kapeshin pas fundit të veshjes së saj, i vinin kokat mbi gjunjët e saj kur ai ishte i mundur, shikoheshin nga sytë e saj gjelbër me atë besim të fëmijës se pranë kësaj gruaje nuk do të ndodhte asgjë. Dhe drita i pranonte të gjithë. Me të gjithë dhimbjen dhe lodhjen e saj, me të gjithë frikën e saj, me të gjithë nevojat e saj të pashqyrguara, pranonte të tjerët pranë saj, sepse kjo ishte ajo çka dinte drita. Kjo ishte ajo çka i kishte mësuar jeta, se njeriu i fortë nuk është ai që nuk ka nevojë për askënd, por ai që mund t'i jap edhe kur vet ka pak. Natën e 7 në mal, ndodhej diçka që do t'i mbetej në mendje dritës gjithë jetën. Qielli ishte i kthjellët, ato net të rralla kur malet vishen nga yjet si një mbulesë e idukshme prej argjendi. Drita kishte dalë pak jashtë strehës për të marrë frymë. Shtëpiza ku flinin ishte mbushur me frymën e njerëzve të shumt dhe kishte nevojë për pak ajër të freskët, edhe sikur ajri i freskët i malit ta priste si thik. Qëndroi aty, duke shikuar lart, duke parë yjet. Nga larg, shumë larg dukejse, dëgjoi ende në një shpërthim i shurdhër. Bota shkatroi diku. Bota po ndërtohej këtu, brenda saj. Vuri dorën mbi bark. Fëmia e lëvizi, jo pak për shumë me atë gjallëritë veçantë të fëmijëve shtatzën që duket sikur janë duke luajtur brenda. Drita buzëqeshi, herën e parë që kishte buzëqeshur vite me radhë, ose të paktën kështu i dukej atëherë. Buzëqeshja doli nga thellësia e saj, jo e detyruar, jo e sforcuar, doli natyrshëm, si diçka që nuk mund ta mbajë brenda. Je aty, foli me vete drita, je i gjallë, edhe unë jam gjallë, edhe ne do të mbetemi gjallë. Kjo ishte premtimi i saj, e thënë nën yjet e malit, pa dëshmitar. Premtim me veten, me fëmijën e palindur, me fatin. Dhe ajo do ta mbante atë premtim, me çdo forcë të mbetur, me çdo grimc vullneti, me çdo pik gjaku dhe djerze dhe lot. Do ta mbante. Është një gjë të dëgjosh tregime për luftën, Diçka e të keqe, por ajo e ndjente për orë, për ditë, pa pushim. Fiziologjia e frikës nuk është bërë për ngarkesa kaq të gjata. Trupi konsumohet, sistemi nervor lodhes, mendja fillon të grizë çdo gjë nëpërmjet filtrit të ankthetit. Çdo gjë i duket rrezik, çdo hije bëhet kërcënim. Agimi e vareti. Ai e shikonte her pas here me atë vëmendje të heshtur të kanë burrat që i duan gratë e tyre vërtet. Jo shikim posesiv, as shikim i ankthshëm, por shikim që thot, jam këtu, shoh, di. E merrte dorën kur ajo dridhej, ulej pranë saj kur e shihte të mbyllur brenda vetes. Nuk pyeste gjithmonë. Disa herë pyetja e tepërt rrit presionin. Disa herë prania mjafton. Por ishte ditë kur edhe agimi nuk mund të ishte aty. Burrat e grupit kishin detyra të ndryshme: roj, kërkim ushqimi, zbulim situate, ndërtim dhe riparimi strehave. Agimi kishte rolin e tij në këtë organizim primitiv por jetik të grupit. Kishte orë të tëra kur largohej dhe drita qëndronte me gratë dhe fëmijët,
duke pritur kthimin e tij me atë lloj pritje ankthuese që shkatërronte frymën. Ditën e 18, ndodhi shpërthimi i parë i madh hafër. Ishte pasdite, dhe disa nga gratë ishin mbledhur duke zier ujë. Ujin e marrë nga burimi 2 orë larg fushimit, ujin e çmuar si ar, ujin e tmerrshëm por jetik. Fëmijët luanin afër, me lojra të heshtura dhe të friksuara, lojra pa bujë, sepse kishin mësuar shpejt se buji sillte rrezik. Pastaj erdhi, shpërthimi fort, tepër afër, aq afër sa që toka u lëkund nën këmbë. Pastaj tjetër, pastaj edhe tjetër. Gratë kapën fëmijët dhe u hodhën nën tokë, prapa shkëmbinjve, prapa pemëve. Instinkti mbrojtës i nënës i kaloi çdo mendim tjetër. Drita, edhe pse kishte vështirësi të ulej me barkun e saj, u ul pas një guri të madh, duke mbrojtur me trupin e saj barkun e saj, duke mbështjell krahët rreth vetes si mund të bënte. Shpërthimet vazhduan disa minuta, secila me shtyrje ajri që e ndjeje fizikisht, me zhurmë që të mbirte veshët, me tym dhe pluhur dhe erë të djegur. Pastaj pushoi. Ishte heshtja pas tyre që ishte më e tmerrshme. Ajo heshtje menjëhershme, absolute, ku dëgjohej vetëm frymëmarrja e trembluar e njerëzve dhe qarjet e mbytura të fëmijëve. Askush nuk ishte lënduar, por asgjë nuk ishte njësoj pas asaj dite. Drita qëndroi pas gurit ende pak minuta, edhe kur rreziku kishte kaluar. Zemra i rrahte aq fort sa që e ndjente deri në fyt. Fëmia brenda saj kishte lëvizur me panik pas shpërthimeve. Lëvizje të shpejta, kaotike, si dikush që fërkohej me bërrylla. Drita foli me zë të ulët, pothuajse me zë fije, atë lloj zëri që shkonte vetëm tek brenda saj, tek ai trupi vogël brenda trupit të saj. Qetësohu, jam këtu, nuk do të lejoj të ndoll asgjë. Kjo kishte të çuditshme në saj, të premtosh diçka kur e di shumë mirë se nuk je plotësisht i Zot ti mbash premtimet. Por ky premtim ishte akti i fundit i qëllimit, i refuzimit të dorëzuar. Edhe nëse gjithçka tjetër do të shembej, premtimi qëndronte. Agimi u kthye pas 3 orësh, me shpinën e ngursuar. Ajo i mbështet. 2 njerëz të lodhur, të friksuar, por ende të bashkuar, kjo ishte forca e vetme e gjërave. Gratë e grupit u bashkuan pas asaj dite me një lidhje të re, më të thellë. Vuajtja e ndarë krijon lidhje që nuk krijohen kurrë në rrethanat normale. Kishte mes tyre Valbonën, grua me 3 fëmijë të vegjël, e humbur qetësia e zakonshme dhe zvendësuar me diçka të ashpër dhe të vendosur. Kishte Hanën, pleq gruaje me të bardh flokësh dhe sy të qetë si liqenet e malit, e cila dukej sikur i kishte parë të gjitha këto më parë, sikur historia i ishte e njohur edhe nëse jo kjo situatë veçantë. Kishte Fatlumen, vajzë e re, pothuajse fëmijë vet, nuse shtatzën dhe e ndarë nga familja e saj, e cila qante çdo natë me qetësi absolute, por çdo ditë punonte si e çmendur. Ato mbroheshin njëra tjetrën, jo me fjalë të mëdha, nuk kishte kohë për fjalë të mëdha, por me vepra të vogla. E mbante ujin kur tjetra ishte e lodhur, e zgjonte kur kishte nevojë, e mbulonte kur flinte, i kujdesej fëmijës kur nëna kishte nevojë të bënte diçka tjetër. Kjo rrjet e kujdesit reciprok ishte ajo çka mbante grupin gjallë, jo vetëm fiziologjikisht, por shpirtërisht. Drita kishte nevojë veçanërisht për Hanën. Pleq gruaja kishte lindur 7 fëmijë, të gjithë pas spital, 2 prej tyre në rrethana shumë të vështira. Kishte njohuri praktike që asnjë libër mjekësor nuk i jepte, jo sepse librat janë të gabuara, por sepse njohuria e Hanës vinte nga dora, nga trupi, nga përvoja e gjallë. Hana i vinte pranë dritës çdo mbrëmje, i shqyrtonte barkun me duar të buta dhe të sigurta, i jepte udhëzime të thjeshta dhe të qarta, kush si të qëndronte, si të frymëmarte, çfarë të shmangte, çfarë ta bënte. Drita dëgjonte gjithçka dhe e mbante gjithçka në mendje si thesar, sepse ishte thesar, thesari i vetëm i disponueshëm. Nata e 19 solli shi, jo shi i zakonshëm malor, por atë shinë e rëndë dhe i vazhdueshëm, ato lloj shiu që nuk ndalon dhe nuk ndalet, që mbush çdo grob dhe çdo kanal, që i bën rrugët rrym dhe tokën llum. Strehet e tyre nuk ishin bërë për këtë. Uji gjeti rrugën e tij në përçarjet e degëve, në përhapësirat e mbulimit të improvizuar, dhe rambi njerëzit e fjetun si gjak i ftohtë. Fëmijët u zgjuan duke qarë, pleqt u zgjuan duke u ankuar, gratë u ngritën menjëherë duke u përplekur të riparonin qarjet, të ndryshonin pozicionet e mbulesave, të gjenin hapësira më të thata. Drita nuk flinte.
ul pranë saj, krahët rreth njëri tjetrit, shiu duke rënë, malet e Berishës duke i mbajtur. Javët kalonin sigur të rënd, secila e barabartë me tjetrën në vuajtje, por e ndryshme në mënyrën se si trupi dhe shpirti i njerëzve i duronte ato. Kishte ditë kur grupi ndihej relativisht i qëndrueshëm, kur ushqimi kishte ardhur, kur shiu kishte ndalur, kur nga larg nuk dëgjoi asnjë gjë e keqe, dhe ajri kishte atë pastërti të malit që të bën të ndihesh pothuajse mirë. Kishte ditë të tjera kur çdo gjë shembej njëkohësisht. Ushqimi mbaronte, dikush sëmurej, lajme të këqija arrinin nga fshatrat e poshtme dhe frymëzimi njerëzor zbriste sa i zbriste. Drita ndjeu ndryshimin e trupit të saj me saktësinë e dikujt i cili ka dëgjuar muzikë gjithë jetën dhe njeh çdo notë. Fëmia kishte zbritur, barku kishte ndryshuar formë, shtypja poshtë kishte rritur. Hana e konfirmoi pa fjalë të shumta. Është afër. 2 fjalë të thjeshta që ndryshuan çdo gjë. Afër në shtëpinë e bardhë me muret e bardha do të foshte preparacion, entuziazëm, frikë e lumtur, thirrje familjarëve. Afër në mal, mes luftës, do të thoshte diçka tjetër krejtësisht. Do të thoshte se ora e provës supreme po afrohej, se çdo gjë deri tani kishte qenë përgatitje dhe tani do të vinte vetë prova. Drita nuk e tha Agimit menjëherë, jo sepse donte ta mbante sekret, por sepse donte ta mbante brenda pak çaste akoma. Ta ndjente vetëm ajo, ta procesonte vetëm ajo. Ishte e saj kjo gjë, ky tranzicion, kjo pranim. Kur ja tha, e tha thjesht, me fjalë të pakta, dhe ai e shikoi me atë shikimin e tij, atë shikim që thoshte gjithçka pa thënë asgjë. Natën e 32, drita u zgjua nga dhimbja. Jo frikë, dhimbje. Ajo dhimbje e veçantë, dalluese, e pa huaj, dhimbja e trupit femëror duke bërë atë gjë madhështore dhe brutale njëkohësisht, që ka bërë gjithmonë, duke hapur veten për të sjellë jetë. E dinte, e kishte studiuar me Hanën, çfarë të priste, si ta njohte, çfarë të bënte. Por njohja intelektuale e procesit dhe të përjetuarit e tij janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Dhimbja e parë e preku si surprizë, edhe pse nuk ishte surprizë, si leximi i fundit të librit kur e di prej kohësh se çfarë ndodh, por drita, frym, mos mbaj frymën, lëre të dal, është mirë, je fort, e di se je fort. Fjalë të thjeshta, por ato fjalë ishin si spirancë. Agimi ishte aty, dora e tij mbi dorën e saj, dora që ajo shtynte aq fort sa linte shenja. Ai nuk u largua, nuk i iku, as nga dhimbja e saj, as nga pamja, as nga gjërat që zgjidhnin burrët e tjerë t'i shmangnin. Qëndroi pranë saj, bashkë me të, i pranishëm plotësisht. Ishte vendimtar ky fakt, prania e tij, ajo mundësi për të shtrënguar dorë konkrete kur dhimbja bëhej e papërmbajtshme. Dhe drita luftoi. Jo luftën e armëve dhe shurmave, luftën e heshtur dhe brutale të lindjes, atë luftë ku trupi bën gjëra të jashtëzakonshme, gjëra që nuk duken të mundshme, gjëra para të cilave çdo heroizëm tjetër duket i vogël. Kjo luftë ishte e saj vetëm, askush nuk mund ta luftonte për të, askush nuk mund ta zëvendësonte. Ishte ajo, vetëm ajo, me trupin e saj, kundër dhimbjes dhe kufive të mundshëm dhe të pamundshëm. Ora kaluan, nata u thellua rreth tyre, e zezë, e ftohtë, e paqet, dhe pastaj ndodhi ajo gjë e parrëfyeshme dhe e shenjtë dhe brutale dhe e mrekullueshme njëkohësisht. Erdhi zëri i parë, ai klith me vogël, e mprehtë, e pazakonshme, ajo klithm që nuk ngjajnë me asnjë zë tjetër në botë, ajo klith me foshnjës që merr frymën e parë, ajo klith me jetës duke u shpallur. Hana mbajti foshnjën e vogël, e mbëroi me njëherë me çfarë kishte, me lecka të ngrohta që i kishte përgatitur, me kujdesin e dikujt që di se çfarë duhet bërë. Drita shtrihej aty, e shtëruar se dikush që ka dhënë çdo gjë, çdo pikë energjie, çdo gram forcë, çdo rezervë të fundit, dhe ndjeu atë zbresti totale dhe të mrekullueshme njëkohësisht, atë zbresti që shënon kufirin mes dhënjes absolute dhe marrjes absolute. Pastaj, foshnja u vu mbi gjoksin e saj, dhe bota ndryshoi.
Kjo nuk është metafor, kjo nuk është gjuhë e bukur e shkrimit. Bota e dritës ndryshoi fizikisht, organikisht, biologjikisht, hormone, impulse nervore, ndryshime neurologjike. Agimi kishte zërin e thyer kur foli. Edhe ai njeri i qetë, edhe ai burri fort kishte arritur kufirin e kontrollit. Lot i rridhnin shpejt e lirshën, pa turp, pa shtirje. I vuri dorën mbi foshnjën me butësi të jashtëzakonshme, si njeriu i cili prek diçka shumë të shtrenjtë dhe ka frikë ta thyej. Hana qëndronte mënjan me syt plot. Ajo grua e vjetër e patrazuar kishte parë shumë lindje, por kjo kishte diçka të veçantë. Ndoshta sepse ishte kjo natë, ky mal, kjo luftë, ndoshta sepse emri i foshnjës, thënë me atë zë të thyerëm të nënës, kishte goditur diçka universal, diçka që i prekte të gjithëve një lloj. Liria kishte lindur. Mes bumbullimave, mes të ftohtit, mes errësirës, kishte lindur liria. Ditët e para pas lindjes ishin njëkohësisht ato ditë më të bukura dhe ato ditë më të vështira të jetës së dritës. Bukuria, ajo foshnjë e vogël, ajo qonjë e re, ajo mrekulli e gjallë dhe e papërsëritshme. Vështirësia, trupi i dritës kishte nevojë për pushim, për ushqim, për kujdes, gjëra që mali nuk i ofronte lehtë. Gratë e grupit morën mbi vete kujdesin e dritës si mision kolektiv. Valbona sillte ujë të ngrohtë çdo mëngjes, Fatlumja ja qëndronte pranë kur agimi duhej të largohej. Hana vinte 2 herë në ditë, kontrollonte, jepte udhëzime, sigurohej se gjithçka ishte si duhet. Ishte ky kujdes komunitar, ky rrjet i butë i grave që i mbroni njëra tjetrën, që bënte të mundur mbijetesën fizike. Por liria vet kishte forcën e saj. Foshnjat e sapo lindura janë aq të vogla dhe aq të fuqishme njëkohësisht, aq të brisht në pamje dhe aq të papërmbajtshme në nevojë dhe prezencë. Liria qante kur kishte uri, flinte kur ishte ngopur, dëgjonte kur drita fliste. Ky ritëm primitiv dhe i bukur i foshnjës, uri, ngopje, gjumë, zgjim, bënte realitetin e malit dhe luftës pak më të tolerueshëm, pak më të kuptimshëm. Drita e ushqente lirin dhe ndjente çdo herë atë forcë të çuditshme dhe mrekullore të trupit femëror, aftësinë për të dhënë, literalisht dhe fizikisht, jetë. Çdo herë kur liria ushqehej, drita ndjente një lidhje. Agimi kuptoi pa u shpjeguar. Kur kthehej nga rojet e natës, zëvendësonte dritën, e merrte lirin me kujdesin e dikujt që mbart thesarin e botës, e mbante pranë gjoksit të tij, i jepte edhe ai ngrohtësinë e vet, ndërkohë që drita mund të flinte pa kor. Ky rotacion i heshtur, ky koordinim i dashurisë, ishte ajo që mbante lirin gjallë në ato net të para. Zëri i lirisë, ajo qartësi e papritur e klithmës së foshnjës mes heshtjes malit, bëri diçka për grupin e tërë, bëri njerëzit më njerëzor. Kishte burra të ashpëruar nga ditë të vështira të cilët qanin kur dëgjonin lirin duke qarë, jo nga trishtim, por nga diçka e papërcaktueshme, ajo lloj emocioni që vjen kur jeta e re godet dhemrën e lodhur. Kishte fëmijë të cilët vinin të shihnin foshnjën me kuriozitet dhe butësi të fëmijëve. Kishte pleq të cilët kujtonin lindje të vjetra dhe lotët ju vinin syve pa e kuptuar pse. Liria kishte bërë diçka që asnjë arratisje, asnjë strategji mbrojtëse, asnjë organizim taktik nuk mund ta bënte. Kishte kujtuar grupin se pse luftonin, pse mbijetonin, pse rezistonin. Jo për abstraksione politike, jo për territore dhe kufi, por për këtë, për foshnjën e vogël, për jetën e re, për mundësinë që bota mund të jetë edhe pas gjithë kësaj. Drita e kuptoi rolin e veçantë të lirisë brenda grupit. Kur mbante lirinë e saj dhe dilte pak jashtë strehës, me kujdes të madh, me mbulim të plot, dhe njerëzit të tjerë afroheshin dhe i shihnin, ajo ndjente diçka si privilegj dhe përgjegjësi njëkohësisht. Liria nuk ishte vetëm fëmia e saj, kishte bërë fëmijën e grupit, fëmijën e shpresës, simboli gjallë i vazhdimësisë. Kishin kaluar disa javë që nga lindja e lirisë kur erdhi furtuna e dytë, dhe kjo herë furtunë ishte e dyfisht, natyrore dhe e bërë nga njerëzit njëkohësisht. Qielli i malit ndryshoi ngjyrë një mëngjes, u bë ai ngjyrë plumbit e errët, ajo ngjyrë që njerëzit e malit e njohin si shenjë rënd. Era erdhi së pari, e fortë, e vazhdueshme, ajo erë që mbart erën e akullit dhe lagështisë dhe i diçkaje të vrazhd dhe primitive. Pemët e mëdha u tundën si fëmijë të trembur, degët e holla u thyen me zhurmë të thartë.
Pastaj shi i fort, i pjerrët, i dhunshëm, jo shi i zakonshëm, delug. Uji zbriste nga çdo anë e mundshme, nga lart, nga anët, duke u reflektuar nga shkëmbinjt dhe duke goditur nga poshtë. Strehët e tyre u goditën rënd, disa u shembën fare, disa u bën vetëm pjesërisht funksionale. Njerëzit u grumbulluan në hapësirat e mbetura funksionale, trupi pranë trupit, fëmijët në qendër dhe Fëmijët qanin, gratë qanin pa zë. Burrat ulnin kokën dhe tërhiqnin mushkërit gjerfund, ajo lloj frymarrjeje e ulët dhe e plot që bëjnë njerëzit kur përpiqen të mbajnë kontrollin. Hana, ajo hanë e pathyeshme dhe e qetë, lexonte diçka në zë, diçka si lutje, ato fjalë të vjetra që njiheshin vetëm nga ajo, ato fjalë të trashëguara nga brez pas brezi gratësh që kanë qëndruar mes rrezikut dhe kanë duar trokitur fytyrën e frikës. Drita mbante lirinë dhe ndjente gjithçka njëkohësisht. Frikën absolute, dashurinë absolute. Ato dy ndjesi nuk anuloheshin njëra tjetrën. Bashkëjetonin brenda saj si dy zjarre paralel, duke nxitur njëra tjetrën, duke e bërë çdo ndjesi edhe më intense. Frika e bënte dashurinë më të dhimbshme. Dashuria e bënte frikën më të qëndrueshme. Sepse kur ke frikë vetëm për veten, frika mund të paralizojë, por kur ke frikë për dikë të cilin do, frika transformohet, bëhet fuel, bëhet energji, bëhet diçka aktive. Frika e dritës për lirinë nuk e paralizonte, e shtynte, e bënte të veproj kur trupi i thoshte shtrihu, e bënte të mendoj kur mendja i thoshte ngrihu, e bënte të lëviste kur situata i thoshte qëndro. Shpërthimi më i afërt erdhi gjatë asaj nate furtune. I ndjeu të gjithë, jo vetëm me veshët, por me gjithë trupin. Toka u tund, ajri u trondit, ndodhi erën e djegur me erën e shiut. Disa nga strehat e mbetura u goditën nga valët e ajrit dhe u shembën të tjera. Grumbullimi i njerëzve u bë edhe më kompakt, edhe më i ngushtë. Drita, instinktivisht, u kthye mbi lirinë, e mbuluar me trupin e saj, e bënte veten mburoj mes fëmijës dhe botës. Ishte akt instinktiv, biologjik, totalisht i pamedituar. Trupi i nënës reagon para mendjes kur fëmia është në rrezik. Kjo është e programuar kaq thellë sa që asnjë lodhje, asnjë dhimbje, asnjë ligësi nuk e fshin. Mbi lirinë u kthye drita, dhe liria vazhdoi të flinte. Kur furtuna natyrore pushoi dhe shpërthimet u larguan dalgadal, jo me njëherë, jo me vendosshmëri, por gradualisht, si tërhiqeshin, u zbulua grupi i tyre i gjallë, i lagët, i ftohtë. Drita filloi të dilte pak nga streha kur moti lejonte. Me lirinë të lidhur pranë trupit, bënte rrugicat e shkurta të fushimit, nga streha të burimi i ujit, nga burimi te grumbullimi ku gatuhej, her pas here pak më larg, deri tek ato pika ku malet hapeshin dhe mundsonin vështrimin e horizontit të largët. Ishte kjo rëndësishme, të shihje horizontin, t'i kujtoje vete se bota ka fund dhe fillim, se asgjë nuk është e mbyllur për gjithmonë. Nga ato pika lart, her pas here shiheshin tymet e fshatrave të poshtëm, tymi i zi i gjërave të djegura, ai tymi ndryshëm nga tymi i zjarrit të ngrohtë, i njohshëm dhe i tmerrshëm. Drita i shihte atë tyme dhe mendonte: aty ka qenë shtëpi dikujt, aty ka jetuar familje dikujt, aty ka qenë shtrat dhe tavolin, dhe dritare me lule, dhe tani tym. Por pastaj ndjente lirin duke lëvizur pranë gjoksit të saj, ato lëvizje të vogla, ritmike, të frymarrjes foshnjore, dhe mendimi ndryshonte. Por ne jemi këtu, dhe jemi gjallë, dhe kjo foshnje nuk di asgjë nga tymi, nuk di asgjë nga shkatrimi, di vetëm grohtësi e nënës dhe shijen e qumshtit, dhe zërin e njohur që e qatëson. Ky fëmijë jeton botën si vend i mirë, sepse bota e tij e vogël, kjo botë e kufizuar nga trupi i nënës, është vend i mirë. Ky mendim ishte fuqia e dritës, jo iluzion, jo mohimi i realitetit të tmerrshëm rreth saj, por zgjedhja e qëllimshme e perspektivës. Shih lirin, shih botën e vogël të mirë që ke krijuar për të, dhe lëre atë mirësi të t'jap forcën për të vazhduar. Valbona purvuante këto ditë. Fëmia e saj i mesëm kishte sëmurë, me temperaturë të lartë dhe koll të thellë. Kishin fare pak barna, pak aspirin të vjetër, pak antiseptik, fare pak tjetër. Valbona nuk flinte, nuk hante, qëndronte pranë fëmijës si gjendje statike e paluajtshme.
Drita I shkonte pranë dhe I merrte lirin me vete kur Valbona kishte nevojë t'i kushtohej fëmijës së mur me duart e lira. Fëmia I Valbonas u shërua pas 10 ditësh, I dobët, I zbehur për gjallë. Kur Valbona e pa të eci sërish me hapat e veta të pasigurte, zuri qaj me atë qaj të thellë pa zë. Ajo qaj e grave që mbahet brenda shumë gjatë dhe pastaj del si lum kur hapet porta. Jeta vazhdonte. Mes gjithë kësaj, jeta vazhdonte. Kjo ishte gjëja e çuditshme dhe e mrekullueshme, dhe pothuajse e pabesueshme. Jeta vazhdonte. Njerëzit hanin edhe kur kishte pak ushqim. Njerëzit qeshin her pas here, jo me gëzim të plot, por me atë qeshje të shkurtër dhe të befasishme që shfaqet edhe mes vuajtjes, si lule në qarje muri. Fëmijët luanin me gjethe dhe deg dhe gur, sepse Agimi filloi të regjistronte gjithçka me mendjen e tij. Jo me letër e stilolaps, se nuk kishte, por me mendjen. Çdo detaj I asaj periudhe, çdo gjë e vogël e rëndësishme, çdo moment që duhej mbajtur gjallë. Kishte vendosur se kjo histori do të tregohej, jo si ankesë, jo si plag, por si dëshmi. Si dëshmi se kjo kishte ndodhur, kjo kishte qenë e vërtet, kjo kishte kërkuar gjithçka prej tyre, dhe ata kishin dhënë gjithçka. Erdhi dita kur njoftimet ndryshuan. Jo befas. Asgjë e rëndësishme nuk ndryshon befas. Ndryshon ngadalë dhe pastaj gjithçka duket si ndryshuar menjëherë. Erdhi njeriu nga poshtë, njeriu që dinin burrat e grupit, njeriu që lidhte malet me botën e poshtme. Erdhi me lajme. Lajme jo të konfirmuara, jo të sigurta, jo të përfunduara, por lajme. Situata po ndryshonte. Ndërhyrja e botës ishte bërë fakt, jo shpresë. Forcat e armatosura ishin vënë në lëvizje. Mbrojtja kishte ardhur. Ajo mbrojtje e vonuar, ajo mbrojtje e shumë kushtuar, ajo mbrojtje pas shumë humbjeve, por kishte ardhur. Grupi dëgjoi në heshtje. Pastaj ishte ai çast paradoksal. Lajmi I mirë arrin dhe njeriu nuk di si të reagojë, sepse ka jetuar kaq gjatë brenda lajmeve të këqija, saqë lajmi I mirë duket I pabesueshëm. Duket si kurth, duket si ëndër, duket si diçka që do të zhduket sapo ta besosh. Drita e dëgjoi lajmin dhe ndjeu diçka të çuditshme, jo gëzim të menjëhershëm, por atë ndjesi të matur dhe të ngadalt të dikujt që ka mësuar të mos besoj shpejt. Kishte pasur ditë kur kishte besuar se nesër do të ishte më mirë, dhe nesër kishte qenë më keq. Kishte pasur momente kur shpresa kishte filluar të çelë dhe pastaj shpërthimi I ri e kishte rikthyer prapa. E kishte mësuar shpresën me dorë të lirë, jo ta braktis, por ta mbaj me maturi, ta ushqej me kujdes, si ngrohet zjarri I vogël në erë. Por ndërkohë liria e lëvizi pranë gjoksit të saj, dhe drita ndjeu fizikisht, si val ngrotësie, se diçka kishte ndryshuar, diçka reale, diçka e papërsëritshme kishte filluar të mbaronte, dhe diçka e re, edhe e papërcaktuar kishte filluar të formohej. Agimi e gjeti pranë burimit atë mbrëmja, duke ulur mbi atë gur të madhe familiarizuar, me lirin mbi gjuhë, duke e shikuar gishtat e vegjël të foshnjës duke lëvizur në ajër me atë lëvizje kaotike dhe të bukur të duarve të fëmijëve. I ul pranë pa fjalë, siç bënte gjithmonë, dhe qëndruan kështu, të dy, me fëmijën e tyre mes, duke dëgjuar malet duke frymar. Do të dalim, tha Agimi pas kohësh. Jo pyetje. Kthimi nuk ishte si ardhja. Ardhja kishte qenë ikje, e shpejt, e panisur, e mbushur me frikë dhe nxitim. Kthimi ishte I ngadalt, I kujdesshëm, I mbushur me lloj tjetër frike. Frika e atij që ka mbijetuar dhe tani nuk do të rrezikojë mbijetesën e fituar me kaq vështirësi. Grupi nisi zbritjen kur u konfirmua se rruga ishte e sigurt, jo siguri absolute, asgjë nuk ishte siguri absolute, por siguri relative, siguri e mjaftueshme. Zbriten ngadalë, me rend, me kujdes, pleq të para, pastaj gratë me fëmijë, pastaj burrat. Hana ecte me atë qëndrimin e saj të drejtë e dinjitoz, sikur male të kishin qenë kopshti I shtëpisë së saj gjithkohën. Valbona mbante 3 fëmijët pranë saj si pul mban zogjt. Drita mbante lirin, siç e kishte mbajtur gjithkohën, brenda çantës ndaj gjoksit, pranë zemrës. Por tani kishte diçka ndryshe në mënyrën si e mbante. Para e mbante me ankthin e mbrojtjes absolute, me atë tensionin e vazhdueshëm të frikës. Tani e mbante ndryshe, me po aq kujdes, por me qetësi tjetër, me atë ndjesi të dikujt I cili ka kaluar provën dhe di se e ka kaluar.
Rruga e zbritjes kalonte nëpër zona tashmë të njohura, ato pemë të njëjta, ata gur të njëjtë, ato kthesa të njëjta, por dukeshin ndryshe tani. Gjatë ardhjes ishin pengesa, rreziqe, vështirësi, tani dukeshin si dëshmitar, si ata gur dhe pemë të vjetra që kishin parë gjithçka dhe tani po shihnin edhe kthimin. Drita ndaloi në një pikë të rrugës, aty ku malet hapeshin edhe shihej poshtë, drejt fushave dhe fshatrave. Shikoi, ndërkohë diçka e djegur, ndërkohë diçka e shkatruar, ndërkohë dëme dhe plaga të dukshme të luftës, por edhe diçka tjetër. Dielli i mbrëmjes mbi fusha, ai ngjyrë e arit të vonë që vesh gjithçka, edhe gjëra të dëmtuara, edhe rënuat, me atë dritë të butë dhe të ngrohtë. Toka ishte aty, toka kishte qëndruar, toka ishte gjallë. Liria lëvizi pranë gjoksit të saj, si gjithmonë, ato lëvizje të vogla ritmike, dhe drita ndjeu atë val të ngrohtësisë, atë gjë që nuk kishte emër të saktë, por kishte kuptim absolute. Gratitudin, falendrimin e thellë dhe primitiv të dikujt që ka mbijetuar atë që shumë nuk mbijetojnë. Mirënjohje ndaj çdo gjëje, ndaj tokës, ndaj malit, ndaj hanës, ndaj valbonës, ndaj agimit, ndaj çdo njeriu që kishte qëndruar, ndaj çdo dore që kishte ndihmuar, ndaj çdo fjale që kishte dhënë forcë, dhe ndaj lirisë, ndaj asaj foshnje të vogël që pa e ditur, pa e zgjedhur, kishte qenë arsyeja e çdo hapi, arsyeja e çdo frymëmarrjeje, arsyeja e çdo mëngjesi të ri. Shtëpia e bardhë, me muret e bardha nuk ekzistonte më. Kur drita dhe agimi arritën në fshatin e tyre, gjetën rënua, mure të shembura, çati të rënë, obor me lule i kthyer në dhe të zi. Gjithçka material ishte humbur, mobiljet, rrobat, ato objekte të vogla me rëndësi sentimentale, shtrati i ngrohtë, dritaret me lule. Drita qëndroi para rënuave të shtëpisë së saj dhe shikoi. Kishte pritur të qante, kishte pritur atë moment katartik të Ishte ky grup njerëzish, Hana, Valbona, Fatlumiaja, të gjitha ata, të cilët kishin qenë në familja e zgjedhur mes tmerreve. Agimi hodhi bërën rreth shpatullave të saj. Do ta ndërtojmë sërish, tha. Dhe kjo herë jo si pohimi thjesht, si plan konkret, si vendimarrje, si diçka që do të ndodhte sepse do ta bënin. Hana u afrua dhe shikoi rënojat me atë qetësinë e saj. Unë kam parë shtëpi të rindërtuara mbi rënoja më të mëdha se kjo, tha. Shtëpia fillon me njerëzit, jo me muret. Muret mund të rindërtoheshin, çatia mund të vijej sërish. Ky ishte privilegji i atyre që kishin mbijetuar, mundësia e ndërtimit. Shumë të tjerë nuk kishin pasur as atë. Drita e shikoi foshnjën e saj, lirinë e vogël, lirinë e lindur mes bombardimeve, lirinë që nuk dinte asgjë nga gjithçka kjo, lirinë që shikonte botën me ato sy të hapur dhe pa paragjykime të foshnjërisë, dhe ndjeu diçka si vendimarrje të qartë, si qëllim kristalizuar. Kjo fëmijë do të dinte. Jo tani, tani ishte shumë e vogël, tani ishte thjesht foshnjë e pastër, por me kohën, me rritjen, me fjalët e duhura të thëna në momentet e duhura, do të dinte. Do të dinte historinë e malit, do të dinte historinë e nënës që kishte refuzuar të dorëzohej, do të dinte historinë e natës kur kishte lindur mes stuhisë dhe kishte sjell dritë. Jo për të bërë bar kjo histori, jo për ta rënduar me vuajtje të kaluara, por për t'i dhënë themele, sepse njeriu pa histori është si pemë pa rënjë, mund të qëndroj pak, por kur vjen era e madhe, nuk ka ku të mbaj. Liria do të kishte rënjë të thella, rënjë të zhytura deri në ato male, deri në ato net të ftohta, deri në atë ngrohtësi trupore të nënës që kishte qenë bota e parë dhe e gjithë e saj. Muajt pas kthimit ishin muaj pune të palodhshme. Ajo lloj pune që spëton jo vetëm trupat, por edhe shpirtrat, sepse punën i jep njerëzve ndjenjën e kontrollit dhe të kuptimit, kur gjithçka tjetër ka qenë kaos dhe humbje. Burrat e fshatit ndërtuan bashk, shtëpinë e njërit sot, të tjetrit nesër, me atë solidaritet të komuniteteve që kanë vuajtur bashk dhe e njohin vlerën e ndihmës reciproke. Drita punonte edhe ajo, me lirinë pranë saj. Kishte gjetur mënyrën të mbante foshnjën lidhur fort ndaj trupit dhe të kishte duar të lira. Ajo metode lashtë, praktike dhe e bukur, ngadalë, me butësi, me respekt për ato nevojat e saj të hershma. Nuk kishte nxitim, kohë kishte. Hana erdhi të shikonte shtëpinë e re. Rrotulloi sitë e saj të mençur nëpër çdo cep dhe pastaj u kthye nga drita. E mirë, tha. Vetëm kaq.
por nga hana, e mirë ishte lavdërimi i madh. Valbona soli bukën e saj të bërë me duart e veta, atë bukë të thjesht dhe shumë e bukur të graf shatare që e dinin me bollëk, atë bukë e hëngrën bashk, Drita dhe Agimi dhe liria në gjunjë të nënës, dhe ishte ushqimi më i mirë që Drita kishte ngrënë ndonjëherë. Jo sepse ishte i mirë objektivisht, ishte bukë thjesht, por sepse kishte kuptim, kishte histori pas saj, kishte ngrohtësi njerëzore brenda saj. Liria u rrit. Muajt kaluan dhe foshnja u bë fëmijë. Ato transformime të papritura dhe graduale njëkohësisht, ato ndryshime ditë pas dite, muaj pas muaj që prindrit i shohin dhe jo shohin njëkohësisht, sepse janë shumë afër për të parë tabelën e plot. Ajo grua e vogël që kishte lindur mes stuhisë dhe bombardimeve, u bë fëmijë me sytë e errët të gjallë dhe buzëqeshjen e nënës. Atë buzëqeshje të drejtë, të qiltër, ajo buzëqeshje që dha edhe kur nuk ishte pse. U bë fëmijë me energjinë e papërmbajtshme të atyre që janë lindur me forcë, si nëse kjo forcë nuk ishte e rastësishme, por e trashëguar, e dhënë nga ato muaj mes stuhisë, e formuar nga ato natë të ftohta, ku nëna kishte qenë i vetmi univers i saj. Drita shikonte fëmijën e saj duke lëvizur nëpër obor. Tani shtëpia kishte obor sërish, pa lule ende, por me tokë të gatshme, dhe ndjente atë ndjesi komplekse dhe të thellë të nënave, krenari, mrekulli, falenderim dhe ajo dhimbje e vogël e pashpjegueshme që i vjen edhe gëzimit madh, ajo dhimbje që thot sa e brisht është kjo lumturi, sa e vlefshme. Liria filloi t'i tregonte lirisë rreth malit kur ajo u bë mjaft e madhe për të kuptuar, jo të gjithçka, jo me detaje të tmerrshme. Kur Liria pyeste, siç pyesin fëmijët, me atë kuriozitetin e tyre të drejtë për drejtë dhe të pamëshirshëm, Agimi i jepte përgjigje të thjeshta dhe të vërteta. Kemi jetuar në mal, i thoshte. Nëna juaj është shumë e fortë, ke lindur atje. Liria e shikonte nënën e saj pas këtyre fjalëve me atë shikim të veçantë të fëmijëve kur mësohen diçka të rëndësishme. Shikim që thot se diçka ka rezonuar thellë, se diçka ka zënë vend brenda atij mendimi të ri e të ndjeshëm. Pastaj shkonte tek Drita dhe e kapte dorën, pa shpjeguar, pa folur, vetëm duke kapur dorën. Dhe Drita mbante dorën e vogël të fëmijës dhe ndjente unazën e plot të çdo gjëje, dhimbja e malit, lindja me sersirës, shpresa e çdo mëngjesi të ri. Dhe tani kjo dorë e vogël e ngrohtë të fëmijës që Liria trashëgoi nga nëna e saj jo vetëm sytë e gjelbër dhe buzëqeshjen, trashëgoi diçka më të thellë dhe më të rëndësishme. Trashëgoi atë qëndresën e heshtur, atë aftësinë të vazhdoj kur gjithçka thot ndalo, atë instinkt të thellë se jeta, ma shumë se çdo gjë tjetër, meriton të mbrohet. Drita nuk e ndjente veten heroizëm kur, nuk fliste gjatë asaj periudhe me tone të ngritura, nuk i jepte vetes tituj. Kur dikush e pyeste, thoshte thjesht, bëra çfarë duhej të bëja, si dhe çdo nën tjetër do të kishte bërë, si dhe çdo nën tjetër bën, pa kamera, pa audiencë, pa mirënjohje të botës, çdo ditë, kudo, në çdo cep të kësaj toke. Por Liria e dinte, me rritjen, me kohën, me kuptimin gradual, e diti historinë e saj të hershme dhe mbajti brenda si thesar, jo me dhimbje, jo me atë lloj bagazhi emocional të rënd që shtyp, por me krenari, me falenderim, me atë lloj motivimi të qetë dhe të vazhdueshëm të dikujt i cili di se ka qenë i dëshiruar me aq fuqi sa që nëna e tij ka kaluar malet e luftës për ta sjellë në jetë. Çfarë mund të jetë forcë më e madhe se kjo? Çfarë mund të t'jap bazë më të fortë se njohja se ka qenë dikush i cili para se të lindje, para se të ishe ende i lindur, kishte vendosur me gjithë shpirtin e vet, ky fëmijë do të jetojë. Liria e mbante këtë njohje, siguri i fundamentit të çdo gjëje që ndërtoi. Kur u bë e madhe dhe jeta e solli vështirësi, sepse jeta sjell gjithmonë vështirësi, kjo është e garantuar, ajo kthehej tek ajo histori. Kthehej tek imazhi i nënës në mal, i ftohtë dhe urrejt dhe e lodhur dhe e friksuar dhe e vendosur njëkohësisht, duke mbajtur mbi trupin e vet atë ngrohtësi të fundit për foshnjën brenda. Dhe ndjente, nëse ajo ka mundur atë, unë mund të mundoj këtë. Ky ishte dhurata e vërtetë e Dritës për Lirin, jo siguria materiale. Kishin pak materiale për t'i dhënë, por shembulli.
Ajo shembull i gjallë dhe pranishëm i fortësisë njerëzore, ajo dëshmi konkrete se trupi i njeriut dhe shpirti i njeriut mund të mbajnë shumë më tepër se mendojmë. Ka gjëra që vetë emrat i mbajnë brenda. Drita, emri i nënës, do të thotë dritë, jo si metafor, literalisht. Dhe ashtu si dielli nuk mund ta ndalë veten të lindë çdo mëngjes, as drita nuk mundi kur ta ndalte veten të jap. Dritë, ngrohtësi, forcë, edhe kur vetja kishte pak. Kjo ishte natyra e saj, e lindur me të, e rritur në ato male dhe fusha të Kosovës, e formuar nga brezat e grave para saj që kishin bërë gjërat e njëjta me heshtjen dhe vendosmërinë e tyre. Kosova, toka e vogël me historinë e madhe, toka ku malet din histori që librat nuk i kanë shkruar, toka ku gratë kanë mbajtur familjet me duart e tyre, ndërkohë bota shkatërrohej rreth tyre. Nuk u largua asnjëherë. I tregoj për natën e stuhisë dhe grinimin e malit. I tregoj për klithmën e parë, atë klithmë vogël, e mprehtë, e papërsëritshme. Dhe pastaj tha diçka të thjeshtë dhe absolute. Kur dëgjova zërin tënd, u qetësova. Çdo gjë kishte kuptim. Liria dëgjoi dhe ndjeu atë gjë të pakuptueshme dhe krejtësisht të kuptueshme njëkohësisht. Atë madhështi të thjeshtë të dashurisë amtare, ajo realiteti mahnitshëm se para se të ketë dashur dikë tjetër, para se të ketë njohur botën, kishte qenë e dashur aq shumë, saqë dikush kishte kaluar malet e stuhisë për të. Vitet kaluan si gjithmonë, me nxitim dhe ngadalësi njëkohësisht, me ngjarje të vogla dhe të mëdha të ndërthurura, me ditë të kaluara pa u ndjerë dhe vite të zhdukura pa u kuptuar. Shtëpia u bë shtëpi e vërtet, jo vetëm mure dhe çati, por vend ku mblidhe jeta, vend ku erdhën e shkuan mikpritje, vend ku u bën vakte dhe u treguan histori, dhe u dëgjua muzika dhe u qeshën dhe u qajt, siç bëjnë shtëpitë e vërteta. Liria u rrit dhe mori jetën e saj, rrugën e saj, miqtë e saj, dashuritë e saj, zgjedhjet e saj. Ishte vajzë me karakter. Ky ishte fjala që njerëzit e përdornin për të. Vajzë me karakter. Ato fjalët e lavdit kosovare. Kishte atë vendosmërinë e qetë të nënës, atë aftësi të bënte gjëra pa i treguar të gjithëve, atë angazhim ndaj njerëzve pranë saj, pa e bërë spektakël. Kishte edhe butësinë e babait, atë butësinë e rezervuar të njerëzve të qetë, që ku shfaqet thellë dhe e vërtet. Drita e shikonte të birën duke rritur dhe ndjente atë lumturi komplekse e pa kuptueshme të nënave. Si mund të jesh krenar dhe trishtuar njëkohësisht, si mund të gëzohesh për pavarësinë e fëmijës dhe njëkohësisht të ndjesh vetëm pak bosh, si mund të deshësh gjithçka për ta dhe njëkohësisht të duash ta mbash pranë gjithmonë. Kjo ambivalencë nuk është kontradikt, është thelbi i dashurisë amtare. Ajo dashuri që, nëse bëhet drejt, punon drejt heqjes graduale të vetes nga qendra e botës së fëmijës, duke ia lënë vendin atij fëmijës vet. Hana kishte vdekur para disa vjetësh, qetë, natën, në gjumë si jetoi. Drita kishte qenë pranë saj dhe kishte mbajtur dorën e saj derisa nuk kishte nevojë të mbahej më. Kishte parë duke ikur atë grua të vogël, me sytë e qetë si liçenet e malit, dhe kishte ndier borxhin e papaguar të asaj nate në mal, atë borxhin e gjallë të duarve të Hanës, mbi lëkurën e lirisë, si i mbante të parën herë. Disa borxhe nuk paguhen, thjesht mbahen brenda. Erdhi dita kur Liria erdhi tek nëna e saj me diçka të rëndë. Jo trishtim, jo probleme, por diçka e rëndë si ari, e rëndë si vendimarrja e madhe. U ul kundrejt nënës, ata dy, siç kishin ulur shumë herë, dhe Liria e shikoi Dritën me atë shikimin e saj të drejt për drejt. Nën, tha Liria, çfarë ke ndjerë kur ke kuptuar se do të lindje atje, në mal, me zgjitha saj? Drita u qetësua. Kjo pyetje kishte kuptim shumë. Nuk ishte pyetje kurioze, ishte pyetje e thellë, pyetje e dikujt që kërkon të kuptojë diçka thelbësore. Rrinte pak, duke menduar jo si Ria, sepse dinte përgjigjen, por duke zgjedhur fjalët, sepse disa gjëra duhen thënë me fjalët e duhura. Ndjeva,
tha Drita ngadalë, se nuk kishte opsion tjetër. Nuk kam menduar nëse do të mundoja ose nuk do të mundoja. Nuk e kam pyetur veten nëse isha e gatshme. Thjesht, ti isha aty, brenda meje, dhe duhej ardhur në botë, dhe unë isha nëna jote, dhe puna e nënës është të sigurohet se fëmia vjen mirë. Kjo është gjithë historia. Liria dëgjoi. Pastaj, por ke pasur frikë? Shumë frikë, tha Drita pa hezitim. Çdo minutë. Frika është normale. Frika jo e ndalon njerëzit. Frika i ndihmon njerëzit të jenë të kujdesshëm. Problema nuk është të kesh frikë. Problema është të lejosh frikën të vendosë për ty. Liria mendoi këtë. Pastaj tha, do të bëhem nën. Drita e shikoi fëmijën e saj, vajzën e gjatë me sytë e errët të gjallë, vajzën e lindur mes stuhisë dhe rritur mes rindërtimit, vajzën me emrin që ishte premtim, dhe ndjeu diçka lëvizur thellë brenda saj. Jo surprizë, kishte pritur këtë, e dinte kjo do të vinte, por ajo ndjesi e bashkimit të rrathëve e mbylljes së ciklit, e vazhdimësisë që kalon me durim dhe dashuri nga nën tek bij. E di, tha Drita thjesht, dhe buzëqeshi, atë buzëqeshjen e saj të vërtet, ajo buzëqeshje e malit nën yje, dhe do të jesh nën e shkëlqyer. Malet e Berishës janë akoma aty, nuk kanë ndryshuar, janë të njëjtit male, me të njëjtat gur dhe të njëjtat pemë, me të njëjtat burime dhe të njëjtat gryka të mbrojtura. Her pas here, kur shkon pranë tyre, nëse je person i ndjeshëm, nëse je nga ata njerëz që ndjejnë peshën e historisë në përvende, mund të ndish diçka. Ajo shtypje e paqartë, ajo ndjesi se hapësira mban kujtesë. Malet mbajnë kujtesë, toka mban kujtesë, pyjet e vjetër mbajnë kujtesë. Brenda atyre pemëve, brenda atyre gurve, janë gdhendur, jo me mjete, por me prezencën, historitë e atyre që kanë kaluar, atyre që kanë fshehur, atyre që kanë lindur, atyre që kanë bietuar. Historia e Dritës dhe Lirisë është atje, mes atyre gurve, e padukshme dhe e pavdekshme. Liria qëndroi në atë vend dhe e shikoi tokën në këmbë, tokën e zakonshme, gjethe dhe dheu dhe gur, por toka e jashtëzakonshme njëkohësisht, toka ku jeta e saj kishte filluar, ku nëna e saj kishte dhënë gjithçka, ku malet kishin qenë dëshmitar. Ishte heshtje mes tyre, nën dhe bij, atje ku e gjitha kishte filluar. Heshtje e shenjtë, e plot. Ajo lloj heshtje që mban brenda fjalët e panevojshme dhe thjesht jeton. Pastaj Drita mori dorën e bijes dhe i tha diçka. Diçka shumë të thjeshtë, diçka që tregoi gjithçka. Jam e lumtur. Jo, jam krenare, jo, ke rritur mirë, jo diçka e komplikuar ose e ngarkuar. Thjesht jam e lumtur. Dhe Liria ndjeu brenda asaj fjale të thjesht gjithë peshën e rrugës, gjithë malet e kaluara, gjithë netët e ftohta, gjithë ato momente kur gjithçka kishte kërkuar shumë, dhe Drita kishte dhënë gjithçka. E ndjeu dhe kuptoi se lumturia e nënës kishte çmim real, çmim të paguar me vullnet dhe sakrifik dhe dashuri të pamundur të matet. Edhe unë, tha Liria, dhe dy fjalë mbartën gjithçka tjetër. Ekziston një paradoks në zemër të historive si kjo. Ato histori të vuajtjes dhe të dashurisë dhe të qëndresës. Paradoksi është se errësira e vërtet dhe e thellë, është edhe vendi ku gjendet drita më intensive. Jo errësira e sipërfaqshme, jo vështirësia e vogël e përditshme, por ajo errësi e madhe, absolute, ajo errësi e luftës dhe humbjes dhe pamundësia, pikërisht atje, në mes të asaj. Njerëzit tregojnë kush janë vërtet. Drita tregoi kush ishte në malin e Berishës. Tregoi jo me fjalë, me vepra, me çdo hap të ecur kur këmbët i dukeshin të thyera, me çdo natë të kaluar pa gjumë për të mbajtur ngrohtë foshnjën brenda saj, me çdo grimc ushqimi të ndarë me fëmijët e tjerë kur vetë kishte uri, me çdo fjalë qetësuese dhënë grave të tjera kur vetë kishte frikë, me atë vendosmërinë absolute të natës kur Liria lindi. Atë vendosmëri të re lindur çdo moment, çdo sekond, gjatë gjithë atij procesi të dhimbshëm dhe madhështor. Ky është lloji i dritës që errësira nuk mund ta shuaj. Jo drita e jashtme. Ajo shuhet lehtë. Drita e brendshme,
Ajo që njeriu e mbart brenda vetes, ajo burimi pa shterur i vullnetit dhe dashurisë, kjo dritë ka cilësinë e çuditshme të rritjes, pikërisht kur kushtet janë më të vështira. Si zjarri, era e dobët e shuan, por era e fortë e rrit. Drita ishte ky zjarr, dhe lirja ishte drita e lindur prej tij. Kjo nuk është Historia e dritës dhe lirisë nuk është histori e vetme, është pjesë e një rrjeti të madh historish. Historive të grame që kanë mbajtur botën me duart e tyre ndërkohë bota shkatërrohej rreth tyre. Historive të nënave që kanë luftuar luftën më të vështirë nga të gjitha, luftën për jetën e fëmijës, luftën e bërë jo me armë, por me trup, jo me strategji, por me instinkt, jo me shpresë abstrakte, por me vullnet të mishërueshëm. Çdo luftë ka gratë e saj, çdo krizë ka nënat e saj, çdo periudhë errësire ka ato gra të panjohura, ato emra të pashkruar nëpër libra historie, ato fytyra pa portrete, të cilat kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme pa e quajtur veten të jashtëzakonshme. Hana kishte lindur 7 fëmijë dhe kishte ndihmuar qindra të tjerë, pa titull, pa njohje, me njohuri të trashëguara brez pas brezi, me duart e veta. Valbona kishte mbajtur 3 fëmijë gjallë mes kushteve të pamundura, pa ankesë, pa dram, me atë forcë të qetë të grave fshatare. Fatlumia kishte lindur nuse në mal, shtatzani, e ndar nga familja e saj, e re e trembur, dhe kishte kryer me dinitet atë që duhej bërë. Këto gra nuk kërkojnë medalje, nuk kërkojnë histori të shkruara rreth tyre. Bënin ç'bënin sepse nuk kishte opsion tjetër, ose kjo, ose dorëzohej, dhe dorëzimi nuk bënte pjesë në fjalorin e tyre. Ky është burimi i qëndresës së madhe njerëzore, jo heroizmi i organizuar dhe i planifikuar, por ky heroizëm i detyruar nga dashuria dhe prania e nevojës. Kur nuk je zgjedhje tjetër dhe zgjedhjen e vetme e bën me gjithë shpirtin, kjo nuk është heroizëm i vullnetshëm, është diçka edhe më e thellë. Është njeriu duke arritur kufirin e tij dhe duke zbuluar se kufiri nuk ekzistonte aty ku mendonte. Drita e zbuloi këtë. Zbuloj se trupi mund të ecë edhe kur mendon se nuk mund. Zbuloj se zemra mund të mbaj edhe kur mendon se do të shpërthen. Zbuloj se dashuria nuk e njeh lodhjen, jo sepse dashuria është e paprekur nga lodhja, por sepse dashuria kalon nëpër lodhje pa u ndalur. Ky ishte mësimi i malit, ky ishte mësimi i lindjes mes stuhisë, dhe ky mësim i papaguar, i paçmimshëm, u trashëgua tek liria. U trashëgua jo me fjalë, jo me mësime, por me shembull të gjallë, me nënën e Pranverë mbillin bashk, nën dhe bi, pastaj nën dhe bi dhe fëmijët e lirisë, dhe çdo pranverë ishte akt pohues, akt i mosharimit dhe i vazhdimësisë. Obori me lule ishte rikthimi i diçkaje të humbur, jo shtëpia origjinale, jo ato lule origjinale, por kuptimi i tyre. Kuptimi se jeta ka bukuri, se bukuria meriton të kultivohet, se mbjellim lule edhe kur dim që dimri do të vijë sërish, sepse dimri nuk është arsye për të mos mbjellur. Kjo ishte filozofia e thjeshtë e dritës, ajo filozofi e zhvilluar jo nëpër libra, por nëpër jetë, nëpër mal dhe luftë dhe rindërtim dhe dashuri. Mbill gjithmonë, jep gjithmonë, ngroh gjithmonë, edhe kur ke pak, edhe kur ke frikë, edhe kur nuk di si do të dalë, sepse alternativi, mos mbjellja, mos dhënia, mos ngrohja, nuk e mbron askënd dhe nuk e ndihmon askënd. Drita kishte jetuar këtë filozofi tër jetën, pa e quajtur filozofi, pa e emërtuar. E kishte jetuar me barkun e madh shtatzën duke ecur malet. E kishte jetuar me trupin e saj duke i dhënë ngrohtësi foshnjës. E kishte jetuar me bukën e ndarë me fëmijët e tjerë kur vet kishte uri. E kishte jetuar me fjalën e qetë dhënë grave të friksuara kur vet kishte frikë. Dhe liria kishte trashëguar këtë filozofi të gjallë, të mishëruar, kishte bërë të sajën, kishte ndërtuar mbi të, kishte shtuar shtresat e veta, ishte bërë nën vet dhe e kishte gjetur brenda vetes të njëjtën gjë, atë burim të heshtur, por të pashtershëm të gëzimit dhe fuqisë dhe dashurisë që nëna e saj e kishte gëzuar dhe që e kishte transmetuar jo me instruksione, por me shembull të thjeshtë të jetuar çdo ditë. Ekzistojnë letra që nuk shkruhen kurrë, jo sepse nuk ka çfarë të thuhet, por sepse disa gjëra janë shumë të mëdha për letrën. Drita nuk i shkroi kurrë liris letrën e madhe, letrën e gjatë me gjithë fjalët e pashprehura. Nuk kishte nevojë. Çdo ditë e kaluar bashk kishte qenë fjale asaj letre të pashprehur. Çdo mëngjes, çdo darkë, çdo moment i thjeshtë dhe jashtëzakonshëm kishte qenë paragrafi asaj letre të pashkruar.
Por nëse do të shkruhej, mëse dikush do të mund të mblidhte gjithçka ajo kishte dhënë dhe thënë dhe bërë dhe mishëruar dhe ta vendoste në fjalë, letra do të thoshte diçka si kjo. B. Ke lindur në natën kur bota provoi të na thoshte se nuk kishim vend, por ti erdhe gjithsesi, me atë forcë të bindur dhe naive të sapo lindurve, me atë klithmë të parë që tha, jam këtu, jam gjallë, kam ardhur, dhe me atë klithmë, ti u bëre përgjigja ime ndaj gjithçkaje, ndaj frikës, ndaj errësirës, ndaj dyshimit, ishe përgjigja e vetme që kishte kuptim. Të dua jo sepse je për. Kjo ishte letra e pashkruar, e ditur nga të dyja, e thënë asnjëherë plotësisht me fjalë, por e ndjerë çdo herë kur shikoheshin, çdo herë kur kapnin dorën në njëra tjetrës, çdo herë kur qëndruan bashkë mes heshtjes dhe nuk kishte nevojë për asgjë tjetër. Ka një mësim të çuditshëm dhe kundërintuitiv që dhimbja e madhe i jep njerëzve që e kalojnë dhe mbijetojnë. Mëson vlerën, jo vlerën abstrakte të filozofisë, vlerën konkrete, fizike, të çdo gjëje të zakonshme. Një gotë huj i ngrohtë, shtrat i pastër, buke freskët, diell mbi fytyrë, zëri i dikujt të dashur, gjumi pa ankth. Drita e kishte mësuar këtë dhe mbante gjithë jetën. Kur nuk u bë grua e ankesave për gjëra të vogla, jo sepse gjërat e vogla nuk kishin rëndësi, por sepse i dinte në kontekst. E dinte çfarë do të thoshte të mos i kishe. E dinte se çekuilibri midis nevojës dhe disponueshmërisë mund të jetë aq i madh sa që gjërat e zakonshme bëhen thesar. Kjo perspektive bënte të lumtur në mënyrë të thjeshtë dhe të qëndrueshme. Jo lumturinë kapricioze që varet nga rrethana dhe ndryshon me çdo ndryshim të rrethanave, por atë lumturinë i qëndrueshme të dikujt i cili ka baza të forta. Kur lumturia e ndërtohesh mbi njohjen e vlerës dhe jo mbi ndryshimin e kushteve, atëherë lumturia bëhet e besueshme, e qëndrueshme, e pavarur nga kapriçot e jashtme. Liria e mori edhe këtë. Ngadalë, pa e ditur, e mori atë aftësi të gëzimit të thjeshtë, të shihte diellin dhe ta ndjente, të dëgjonte zërin e fëmijëve të saj dhe ta çmonte. Jo si praktike ndërgjegjshme të mindfulness, jo si teknike mësuar nga libra, por si pjesë e karakterit, e ndërtuar vit pas viti pra një nëne që e kishte jetuar këtë njohje me gjithë qenien e saj. Kjo ishte trashëgimia shpirtërore. Jo parat, jo pronësia, jo titujt. Mënyra e shikimit të botës, mënyra e qëndrimit pranë gjërave, mënyra e dhënjes dhe e marrjes me balancë dhe mirënjohje. Drita erdhi një herë të fundit, e vetme këtë herë, tek malet e Berishës. Kishte plakur tashmë. Flokët e errët kishin bërë vend flokëve të bardhë si bore, dhe ecja kishte bërë pak më ngadalt, dhe sytë e gjelbër kishin marrë atë thellësi që marrin sytë e njerëzve të vjetër që kanë parë shumë. Por ecte me të njëjtën vendosmëri të qetë, me të njëjtat këmbë që kishin kaluar ato male dekada më parë. Arriti te gryka e njohur, ajo gryk mes shkëmbimeve të dy mëdhenj ku kishte lindur liria. Qëndroi aty dhe shikoi. Toka ishte e ndjeu atë ndjesi të njohur të plotësisë. Kishte bërë diçka. Kishte mbajtur premtimin e natës kur kishte qëndruar në nyje dhe kishte thënë, jemi gjallë dhe do të mbetemi gjallë. E kishte mbajtur atë premtim. Liria ishte gjallë, ishte shëndosh, kishte jetën e saj, kishte fëmijët e saj, kishte të ardhmen e saj. Qëllimi ishte arritur, nuk kishte nevojë për tjetër. Qëndroi aty sa qëndroi, derisa dielli filloi të zbriste dhe ajri u bë pak më i freskët. Pastaj u ngrit ngadalë, mori frym thellë atë ajër të malit dhe filloi zbritjen. Nuk u kthye, nuk kishte nevojë. Kishte pasur nevojë të vinte një herë të fundit, të qëndronte, të ndjente. Tani kishte marrë çfarë kishte ardhur të merrte. Jo diçka fizike, por konfirmim. Konfirmim se ato gjëra kishin qenë të vërteta, se ato momente kishin ndodhur, se i gjitha kishte pasur kuptim. Toka e mbante. Toka mbante gjithmonë. Liria kishte fëmijët e saj dhe u tregonte historinë, jo si kujtim i dhimbshëm, por si kapital. Si gjë e çmuar, si histori që merr pastaj dhe e kalon tek tjetri, si zjarr që ndizet nga zjarri tjetër pas zbuluar burimin. Gjyshja juaj, u thoshte Liria fëmijëve të vet, ka lindur para jush, para mie, para gjithçkaje. Ka lindur nga gratë e këtyre maleve, gra që kanë mbijetuar gjëra të vështira duke mos e ditur se ishin të jashtëzakonshme. Sepse kur bën diçka nga dashuria, nuk e kuan jashtëzakonare, e kuan të nevojshme.
Fëmijët e dëgjonin me atë vëmendjen e plot të fëmijëve kur ndjejnë se po u thuhet diçka me kuptim. Dhe unë, vazhdonte Liria, jam këtu sepse ajo nuk u dorëzua. Kjo dhomë ku jeni ulur, kjo shtëpi, kjo jetë, gjithçka fillon nga vendimarrja e gruas që refuzoi t'i thoshte jo jetës. Pastaj u shtonte, me zë pak më të ulët, me atë butësi të nënave kur arrinte thelbi. Edhe ju jeni këtu nga e njëjta vendimarrje. Çdo brez jep tjetrit mundësinë. Mos e harroni kurrë se ka qenë dikush para jush, dikush që ka paguar çmim real, dikush i cili ka dhënë diçka nga vetja për të bërë të mundur praninë tuaj. Mbajeni këtë brenda, si kujtesë, jo si barr, por si nder. Fëmijët e mbanin. Fëmijët e çdo brezi e mbajnë, nëse u tregohet. Nëse dikush merr kohën ta tregojë, nëse historia nuk harrohet por kalohet si flak nga duart e njërit tek duart e tjetrit. Kjo ishte dhurata e dritës, jo vetëm lirisë, por të gjithëve që do të vinin pas. Dhurata e historisë, dhurata e shembullit, dhurata e njohjes se njeriu mund të mbajë shumë më tepër se mendon. Drita jetoi me atë dinjitetin e tij të heshtur deri në fund. E njëjta grua, me të njëjtat sy të gjelbër tani të thelluar nga vitet, me të njëjtin zë të ulët dhe të sigurt, me të njëjtën dorë të fortë dhe të butë njëkohësisht. Plakja nuk e ndryshoi thelbin e saj, e bëri më vizibël, e bëri më të qartë, siç ndodh me njerëzit e vërtet kur vitet i heqin shtresat e sipërfaqshme dhe mbetet vetëm ajo çka ishin gjithmonë. Ditën e fundit të jetës, të qetë, si hana natën me gjumë, Agimi ishte pranë saj, dorën e tij, mbi dorën e saj, siç kishte qenë prej dekadash, siç kishte qenë atë natë në mal kur ajo i kishte shtypur dorën aq fort. Liria ishte pranë, me fëmijët e saj, familja rreth rrotull, ajo rreth e ngrohtë e njerëzve të dashur. Drita foli pak orët e fundit, disa fjalë të thjeshta, disa fjali të qeta, nuk tha gjëra të mëdha, nuk bëri deklarata, tha emrat e atyre që donte, tha jam mirë, tha jam e lumtur. Dhe pastaj qetësi. Ajo qetësi e plotë dhe e thellë që nuk është humbje, por mbyllje, jo fund, por kthim. Kthim tek ajo toka e madhe dhe e qetë nga e cila kemi ardhur gjithë, ajo toka e njëjtë me malet e Berishës, e njëjta tokë ftohtë dhe e ngrohtë, e njëjta tokë vjetër dhe e durueshme dhe e mbajtura. Liria mbajti dorën e nënës dhe ndjeu, siç kishte ndjer gjithmonë kur mbante atë dorë, atë forcë të qetë, atë ngrohtësi të pandryshuar. Dhe e dinte, kjo forcë nuk do të humbiste. Tashmë ishte brenda saj, tashmë ishte bërë pjesë e saj, tashmë do të kalonte tek fëmijët e saj dhe fëmijët e tyre, e padukshme dhe e pavdekshme si ajo dritë e heshtur e zjarrit që kalon nga dora në dorë nëpër brezat. Drita kishte dhënë emrin e saj bijës, pa e ditur plotësisht, por emrat janë profetik ndonjëherë, mbajnë brenda them çfarë do të jetë. Liria kishte marrë lirinë vet, sepse nëna kishte mbrojtur të drejtën e saj të ekzistonte, dhe drita kishte qenë dritë, e vërtet, e gjallë, konstante për gjithçka dhe gjithkënd rreth saj. Kjo është historia, jo histori e jashtëzakonshme e heroizmit me bujë dhe lavdi, histori e thjeshtë e dashurisë së jashtëzakonshme në kushte të zakonshme të vështira. Histori e njërës nga mira gra të Kosovës, atyre grave të heshtura dhe të forta, atyre grave që mbajnë nën sqetulla fëmijët dhe mbi sypet botën, dhe nuk e quajnë veten as këtë veçantë, sepse ato thjesht bëjnë çfarë duhet bërë. Por ne e dim çfarë do të thotë të marrësh vendimin e dritës, të ecësh atë rrugë, të kalosh atë mal, të japësh atë ngrohtësi të fundit, të lindësh atë fëmijë me stuhis dhe ta quash liri. Ne e dim dhe nuk duhet ta harrojmë. Kjo histori është për juve, jo vetëm si tregim, por si kujtesë se ka gra si drita në çdo cep të kësaj toke, që janë bërë mal vet për të mbrojtur fëmijët. Kujtesë se dashuria amtare nuk është ndjesi e butë dhe e rehatshme, është forcë primitive dhe absolute, është ajo gjë para të cilës çdo gjë tjetër është e vogël. Nëse keni nëse keni akoma nënën pranë jush, bëjeni diçka sot, jo diçka të madhe, thjesht diçka. Thoni një fjalë, bëni një thirrje, kapni dorën e saj, sepse atë dorë e cila ju mbajti ngrohtë kur nuk e dinit se kishit nevojë, ajo dorë meriton të mbahet edhe tani. Dhe nëse nëna juaj nuk është më, nëse e keni humbur, nëse ajo dritë ka shkuar, mbajeni brenda historinë e saj, mbajeni brenda fjalët e saj, mënyrën e saj, duart e saj, sepse ato nuk shkojnë plotësisht, mbeten tek ne, brenda mënyrës si flasim dhe si japim dhe si mbajmë fëmijët tanë.
Liria u lind mes bombardimeve dhe u quajt liri, dhe e bëri atë emër të sajën me çdo ditë të jetuar. Edhe ju mund ta bëni emrin tuaj të juajin, edhe ju mund të mbani brenda juve atë forcë të heshtur të qëndresës dhe dashurisë. Malet e Berishës janë akoma aty. Dritë bëri rrugën e saj. Liria bëri rrugën e saj. Tani është radha e juaja. Faleminderit që ndoqët këtë histori deri në fund. Nëse kjo ju preku zemrën, nëse keni dëgjuar diçka të ngjashme nga familja juaj, nëse keni nënë apo gjyshe që ka bërë sakrifica të mëdha, nëse kjo histori ju kujtoi dikë të dashur, shkruajeni në komente. Ndajeni, sepse historitë si kjo duhen mbajtur gjallë, duhen treguar, duhen dëgjuar brez pas brezi. Dhe çdo koment juaj, çdo fjalë ndar e mban gjallë edhe pak më shumë.